Po mendoj që tani gjithë po e dim që ka disa vite që në bazë të ndryshimit të kodit procedurës penale është e mundshme që për raste të krimeve të luftës të mbahen gjykimet në mungesë. Sigurisht që paraprakisht duhet prokuroria apo gjykata varësisht çfarë faze janë që të tentojnë që të gjejnë, të identifikojnë persona të cilët janë nën hetime dhe pastaj janë të akuzuar për raste të krimeve të luftës, dhe nëse gjykata është e bindur që është bërë mjaftueshëm tentativën e tyre për të siguruar fizikisht, atëherë ekziston mundësia e gjykimit në mungesë. Ndaj që duke pas parasysh që lufta ka përfunduar që 27 vite, kjo është një solucion i mirë juridik që persona që kanë kryer krime të luftës, e që dihet që janë pjesëtar serb, pjesëtar të policisë, të ushtrisë dhe paramilitar serb, të cilët në Kosovë kanë vrarë mbi 15.000 civil, kanë shkatruar gjithë infrastrukturën e Kosovës dhe faktikisht ne kemi edhe ditën e sotme me mijë të zhdukur fati të cilëve nuk dihet. Do thotë dihet që dëshmitarët mund të harrojnë rastet, një pjesë e dëshmitarëve mund edhe të mos jenë gjallë për shkak të periudhës kohore që ka kaluar dhe për shkak të moshës së tyre, dhe mendoj që është një solucion i mirë juridik që të kemi gjykime për raste të gjykimit të krimeve të luftës në mungesë, dhe në momentin që këto bëhen të plotfuqishme, atëherë sigurisht që lëshohen flet arreste për t'i vuajtur dënimet ata persona që gjenden fajtor. Dhe që kjo është diçka që është pozitive, mirë po efekti nuk është dhe ku me ditë sa është i madh, dhe besoj që e mira do të ishte nëse do të kishte bashkëpunim në mes të organeve të ndjekjes, në mes të prokurorisë dhe policisë me ata të cilët janë duke u kërkuar, mirë po ky bashkëpunim nuk është realizuar as përmes misioneve të huaja të UNMIK-ut dhe të ULEX-it, dhe dihet që Serbia nuk e pranon integritetin territorial, nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, nuk e pranon fare shtetin e Kosovës, dhe për këtë arsye nuk ka bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Edhe në raste shumë të vogla kur ka një bashkëpunim të tillë, ka krejtësisht për raste të tjera, mirë po jo për raste të krimeve të luftës, sepse Serbia i mohon këto, ndërsa ajo pjesa që është edhe një gjë tjetër që është shumë negative, Serbia edhe pas 27 viteve në kushtetutën e saj e ka pjesë kinse integrale gjithë territorin e Republikës Kosovës, gjë që është një nonsens juridik. Dhe sigurisht që duke e ditur që drejtësia kërkohet për viktima, drejtësia kërkohet për të dëmtuarit, mendoj që kjo është një prej varianteve juridike që përdoret që persona që kanë kryer krime të luftës mos mbesin të padënuar. Se sa efektive është, efekti nuk është edhe aq sa i madh, mirë po është më mirë që të dënohen në mungesë se të mbeten të padënuar. Sigurisht që ka, mendoj që fillimisht apo të vazhdojmë themi për këto gjykimet në mungesë, secilit prej të akuzuarve ju garantohet e drejta e tyre, pa marrë parasysh që ata nuk janë fare në gjykatat e Kosovës, ju garantohet që të kenë avokat mbrojt, që i bie avokati i mbron ata, i përfaqëson ata edhe pse klientët e tyre nuk janë fare, të thotë në sallën e gjykimit. Dallimi është jashtëzakonisht i madh. Dhe mendoj që drejtësi për viktimat është vihet në vend shumë më mirë kur personat janë prezent në sallat e gjykimit pasi që janë të akuzuar, sepse gjykimet janë shumë kredibile. Dhe mendoj që gjykimet janë më të drejta, mirë po në shumicën e rasteve është e pamundshme që kriminalët të cilët të dihet që strehojnë në Serbi apo eventualisht në vende tjera që t'i sjellin para drejtësisë Kosovë. Kështu që edhe njerë po e them, është shumë e drejtë, është shumë seancat janë më efektive nëse i kemi prezent në sallat e gjykimit në Republikën tonë, në Republikën e Kosovës, mirë po një prej varianteve para disa viteve është duke përdorur edhe gjykimin e mungesë, dhe sigurisht që ka një efekt, mirë po efekti është shumë i vogël në raport me gjykimet në prezencë të akuzuarve. Ndërkombëtarisht po, sigurisht që lëshohen vletarese ndërkombëtare dhe këto i kryen Interpolli. Do thotë ne kemi zyre të veçantë territorin tonë, zyret janë në Prishtinë, i cili Interpolli do të thotë si organizatë e cila merret edhe me çështje të tilla të kërkimit të personave që janë në ndjekje penale, merret edhe me ata të cilët duhet vujnë dënimin pas një gjykimi të plotfuqishëm. Kjo bëhet me iniciativë dhe me insistimin e Republikës tonë. Saktësisht gjykata lëshon një fletores të fillimisht vendor, pastaj ndërkombëtar, dhe Ministria jonë e Drejtësisë e ka punën tjetër, do thotë për të realizuar këto fletarese ndërkombëtare që lëshohen nga gjykatat tona. Dhe Interpolli është i obliguar që këto t'i realizojë në momentin që këta persona kapen. Mirë po duhet ta dim që
Serbia nuk bashkëpunon as me Interpolin kur kemi çështje të raste të krimeve të luftës, dhe është një situatë e cila shumë pak apo fare nuk mund të zgjidhet pa presion ndërkombëtar. Dhe mendoj që po e shohim rastet më të freskëta që janë jo ato raste që kanë ndodhur gjatë luftës Kosovë në vitin 1998 dhe 99, po i shohim për shembull Radojqiqi, i cili është i akuzuar për disa raste, do të thotë raste shumë trana për krime të luftës, pastaj për terrorizëm dhe ende nuk ka një trysni ndërkombëtare që ta sjellin Republikën tonë për t'u akuzuar, për t'u gjykuar. Meqense se tani i kemi akt akuzat e gatshme, janë në gjykatat tona, mendoj që Kosova e ka thujase të pamundshme që ta sjellë atë territorin e shtetit tonë, mirë po duhet ketë një trysni më të madhe ndërkombëtare, edhe pse kjo flitet, do të thotë në Bashkimin Evropian ka forume të ndryshme të cilat të i bëjnë presion Serbisë që ta dorëzoj Radojqiqin dhe këta terroristë të tjerë dhe këta kriminalë të luftës të tjerë që të ballafaqohen me drejtësinë në territorin ku i kanë kryer këto vepra penale, që është Republika e Kosovës, mirë po trysnia duhet jetë më e madhe. Dhe mendoj që pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa një trysni të madhe që SBA-ja mund dhe duhet ja bëj Serbisë, do ta kemi për një periudhë kohore të pamundshme që të gjykojmë këta terroristë dhe këta persona të cilët kanë kryer krime të luftës gjatë luftës, dhe mendoj që drejtësia do të vonohet për ta, mirë po duke e ditur që për raste të krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit nuk ka vjetërsim, do të thotë të ndjekjes penale. Kjo është një solucion ndërkombëtar që vlen, do të thotë mirë po është diçka tjetër, sepse edhe vetë ata të akuzuarit, varësisht prej moshave të tyre, varësisht prej situatave të tyre, edhe vdesin, do të thotë që do të ketë Kosova edhe të pamundshme që të ardhmen t'i gjykojë ata, dhe për këtë arsye gjykimin mungesë është një solucion juridik që sadopak kemi drejtësi për viktimat e luftës, të cilat viktimat gjithmonë janë civil.